Gjatë qeverisjes së VMRO-DPMNE-s dhe koalicionit Vlen, përveç incidentit të fundit ku sulmua klubi Bashkimi, në gusht të vitit të kaluar ndodhi edhe një incident tjetër që përdëfton vrerin e madh nacionalist që ekziston ndaj shqiptarëve. Si reminiscenca të historisë jo të largët të jo tolerancës së thellë etnike dhe rikujtimi i historisë më të errët të Evropës, në ndeshjen e parakualifikimeve për kampionatin botëror të basketbollit mes Maqedonisë së Veriut dhe Rumanisë u dëgjuan brohoritje me tone fyese ndaj shqiptarëve. Në ndeshjen e cila u zhvillua në Kumanov me 2 gusht të vitit 2025, u dëgjua: "Le ta kuptojnë shqiptarët e mallkuar, emri Maqedonas nuk do të zhduket. Maqedoni e pastër. Shqiptari i mirë është shqiptari i vdekur." Dhe dhomagazi për shqiptarët. Brohoritje me semantik identike janë dëgjuar e parë në vitin 1997 në protestat anti-shqiptare të studentëve kundër Fakultetit Pedagogjik në gjuhën shqipe, ndërsa një pjesë e drejtuesve të protestës së atëhershme janë politikanë të sotëm me reputacion në VMRO-DPMNE: Antonio Miloshovski, Vlatko Gjorqev dhe më herët Filip Petrovski, Nikola Todorov e të tjerë.